qumështor me komposto pjeshke. Po, shumë e thjesht. Diçka të parafërt pa komposto pjeshke, kemi bërë njerë, nuk e di para 2 vjetësh ndoshta, por kjo sigurisht që është një shkallë më lartë. Një shkallë më lartë skulptor. Tani unë do bëj ndonjë gjë ndërkohë? Ti do bësh, kushta që s'do bësh? Që të dalë andej të laj pak duart? Po, do më bësh gati petat mua, që të mi hapësh. Ndërkohë, unë këtu kam tretur pak gjallë, e kam lënë që të ftohet, dhe do ta hedhim këtu. Kujdes këtë fundin e lem këtu. Atëhere, ka 2 procese. Do të lyejm petat një nga një me gjallë dhe do t'i vendosim në një tepsi që ju pëlqen ose e keni ju përmbar. Mund t'jetë kjo drejtkëndshme ose rrumbullake. Nëse është rrumbullake, do fillojmë të mbledhim njësoj si litarin nga mesi, duke ardhur e duke e hapur ato petat e rrudhura më tej. Nëse është drejtkëndshme, do t'i vendosim drejt njëra pas tjetrës. Se këtu ka kondicioner edhe kam halë se më thahen petat. Kërkesat ishin që unë t'jo bëja në këtë tavë. Këto janë tava tradicionale. Kështu, kjo është pak si e moderuar si recet, po, s'ka problem. E vendosim një... Tani, sa të shkëputën pak. Shumë faleminderit, Katerina. Nuk ka problem se janë të grisura, ne do t'i rrudhim, po kështu. Ja, si rrudhat e fustanit, ose si fizarmonik. Po si fizarmonik është më vështirë sot. Kështu që do t'i spërkatim me gjallë në çdo pet. Furrën e kemi para ngrohur në temperaturën 180 ose 190 gradë. Ju e dini se si është forca e furrës tuaj. E lyejmë komplet tepsin me gjallë. Edhe këte nga anët. Mos të duhet dysh kjo tjetra? Ja. Jo, s'ka problem. Lërë edhe dysh lërë ti, po. Nuk ka problem. Mos u sikletos shumë. Ja dhe këto, pakë, nga një qik hidhni, kryesisht këte i cepat, që mos në mbete në anët e thata, dhe tani fillojmë edhe i rrudhim kështu. Kjo do të vjetë në mes fare, kështu që do ta mbledhim njësoj si që mblidhet një litar. Ja. Një hedhim një qik fare gjallë, bëjmë dhe këtë. Ja, që nga shumë në gjithër. Po që kemi t'i qalli ke se regulojun këtë? Ti vendosim qik gjallë kështu. Edhe këtu. Që mos në dali shumë e trash, me që është dyshe, e presim dhe kur ta rudhosim, e rudhosim vetëm gjysmën. Se ndryshe në del me relief, diku më trash, diku më hodh. Fillojmë këtu, ku e mbyllëm, edhe, ja, edhe këtë tjetrën kështu, vazhdojmë këtu, ku e kemi mbyllur, nuk i ngjeshim fort, s'ka problem, po kështu janë këto petët e di pse, se gjatë kohës janë transportuar, këto dhe mund të ketë rënë, se nëse janë gati kutiet dhe futen akull dhe zdalin më nga akulli, është në rregull. Kur bëhen transportet, ju bie ajo temperatura. Pra, bie temperatura dhe fillojnë e ngjiten.
është ajo firmë që thash unë atë ditë që sa të mira që në kanë këto petat. E kena marrë mësysh. Jo, peta si cilësi është e mirë shumë, po ndofe dhe kështu. T'ja fusim këto të qarat në mes. Mirë si ëmbëlsirë është shumë e shishme, është shumë e mirë. Fillojmë këtu tani ku e kemi mbyllur. Kanë gjitur të kjo këtu. Pra po i sjell rumbullakët. Po e ndiqja. Edhe kjo dyshe është? Po. Mos u mësove kek të Katerina? Jo, shpirt nuk kam që i bëj vërtet. Ja, po mundohem. Shi si është? Shi. Mirë, okej. E lirojmë një qik këto. Se duhet të kryojmë grobëza që të na hy kremi, ja? Këtu ta bëjmë kështu. Shumë keq. Mos u shqetëso, mos u shqetëso. I rregullojmë. E rregullojmë, Katerina. Kam përshtypjen. Më mirë se ja e shohin dhe zonjat mos shqetësohen kur na dalin petët kështu të grisura. Shi, zonja vjollë se thjesht. Nuk është fajim të betohen. Më duket se kësaj radhe ka fajin kompania. Se ka fajin. Akoma si bindur që se kam unë. Jo, për ty e di unë. Nuk kam që t'i bëj. Shi si është, ja, bëj ta hap, op, shkëputet. Shëvesh. S'ka problem, do t'a lujem nga dy anët tani. Se ne do t'a lujem një petë në çdo petë. Tani, qysh t'a lujem në këtej? Do t'a rrudhim kështu, kështu, kështu. Këto ishin petët. Ta shojmë pak recetën të një? E shojmë Kjo është e recetën. fundit fare. Okej, le. Dhe shpo njësoj. Ja. Atëherë, po kaloj këtej, t'ju lexoj përbërësit. Keni parë një pjesë të mirë të vendosjes së petëve në tepsi. Dhe duke ndjekur pra këtë rrugë, mund të realizoni qumshtorin me petë dhe komposto pjeshke. Është kjo receta një pako peta për baklavaret, 450 gram, 150 gram gjal, dhe kremi përgatitet me 4 vezë, 200 ml krem pana,
4 pjesh komposto, rreth gjysmën e kavanozit ose vazos zdrava, 140 gram sheqer, 1 gotë qumësht, kemi vanilje, sheqer pluhur për dekor. Këta do t'jem përbërësit. Në total, ne jemi tek 2 të parët, peta dhe gjalp, dhe do të vjojmë me kremin pas pak me zonjën Vjolca. Edhe një petë. Po e vendosim kështu këtë petën këtu. Do ma afrosh qik një nutribullet? Direkt. Ja, të marrim një këtu. Kë kemi nga enat këtu. Keni uli akoma tek interesante Albania dhe Kenwood, ju kujtoj të gjithëve që deri në fund të muajit do të keni mundësinë që të përfitoni nga ofertat që ka atje në shumëllojshmërinë e produkteve që ofrohen. Edhe tek interesante, edhe tek Kenwood. Ne i prezantojmë her pas heres, do mos të premteve disa nga produktet, enkas që ju të shihni edhe në përdorim, edhe të mësoni ofertën e tyre, por nëse i ndiqni në rrjetet sociale mësoni më shumë. Dhe natyrisht atje mund të pyesni përmes mesazheve, ose të dërgoni mesazh ose të telefononi në 069 944 24 25, numri i telefonit për të dyja, edhe për interesanten edhe për Kenwood, mund porosisni fare thjesht në këtë mënyrë. Shumë bukur. Këtu duhet 150 gram gjalpë. E lujem dhe një qik në sipërfaqe, për arsye se ke kremi nuk do të hedhim fare ndyrë. Për kremin duhet vezë, duhen 200 ml krem pana, duhen gjysma e kavanozit, 4 deri në 5 feta, ato e nga gjysma në fakt, komposto, dhe 1 gotë qumësht, 140 gram sheqer, ekstrakt vanilje, nuk pëlqen vanilja, mund të hidhni lëkurë limoni, po deshet ju, çfarë të dëshironi. Erëzat janë sipas preferencave. Dhe kjo mbërësirë, ne kemi vendosur që ta bëjmë mbasi të ftohtë, ta pudrosim shumë lehtë, kush nuk e do absolutisht jo. Këto janë alternativë, me sheqer pluhur pak fare, mund ta, në qoftë se s'keni përdorur asnjë lloj erëz, mund ta trazoni sheqerin pluhur me shumë fare pak kanellë, ose dikush që e do me sherbet, unë nuk do ta rekomendoja me sherbet, mund të marri 1 gotë e gjys ose 1 gotë fare sheqer, 1 gotë ujë, 1 fet limon, t'i zjej nga momenti i zjerjes 6 minuta dhe vetëm sa për t'i dhënë pak fare lagështirë, kush e do. Por mendoj që lagështirën e ka brenda mjaftueshëm, sepse është pjesa e kremit. Preferencat janë të ndryshme, shijet janë të ndryshme, si puna e ngjyrave, dikujt i pëlqen e bardhë, dikujt i pëlqen e kuqe. Kjo nuk ka të bëj me recetën, ka të bëj me shijen. Këtu tani. Edhe recetën jep edhe një herë. Po. Do të nisim me vezët O Vital punën, ashtu siç ndodh thuajse në çdo recetë veçanërisht tek të ëmblat. Vezët O Vital janë të freskëta, të mira, të cilat do t'i gjeni dhe në madhësi, pra siç e kemi parë gjithmonë, 8, 10, 15 paketimet. Pra qumshtori me pete dhe komposto pjeshke, siç thash dhe më herët, është me 1 pako peta për baklava, përafërsisht pra 450 gram. Kemi 150 gram gjalp. Kremi është me 4 vezë, 200 ml krem pana. Do të kemi gjysmën e kavanozit të zdravës, 4 pjeshk komposto, 140 gram sheqer, 1 gotë qumësht, vanilje dhe sheqer pluhur për dekor. Këta janë përbërësit. Siç e pat, pra, një produkt nga zdrava do t'jetë komposto pjeshke, që është absolutisht kryefjala e kësaj recete. Ju e dini që fare thjesht nuk ka nevojë, po themi, të kujdeseni për ruajtjen e këtij fruti, se i zdrave ka bërë të gjitha gati, edhe në sezon edhe jashtë sezonit, e konsumoni dhe shijoni të ftohtë. Pra këtu hodha vezët, do të hedh qumshtin.
E lash panën, që edhe nëse nuk më nxe kjo, mund ta trazoj me panën këtu, se këtu nuk e fuzot panën. Se do bëhet, po me sepse më ngurtësohet. Edhe ngurtësohet, po. Po. Unë tash hap më një këtë. Direkt. Rofsh. Asgjë. Dhe këto janë komposto vërtet shumë të shijshme, se e kanë atë frutin me fortësinë e duhur. Po. Jo të squllura siç ndodh ndonjëherë. Unë nuk i përdor fare nëse është squllur. Po pra, se nuk të shijon njësoj. Absolutisht jo. Tre lash këtu. Mund t'i dhe sa doni, po mjaftueshëm është kaq. Edhe 1, 2, 3, 4. Sheqerin po ta hedh deri në fund, më hajt kaq, që të më trazohen mirë. Edhe ekstrakt vanilja. Futën furr këtë. Ta vë tani në furr. Duhet ta kishin futur. Të cila nga këto? Tek. Do ta lëm në furr derisa të marrë një faqe të verdhë. Mbasi ta nxjerrim nga furra, do të hedhim komplet kremin duke i lagur të gjithë sipërfaqen. Jo diku po, diku jo. Me shumë kujdes, do ta vendosim edhe një herë në furr derisa dhe kremi të marrë ngjyrë karamel dhe nxjerrim e lëm të ftohet, kush dëshiron, pak fare sheqer pluhur. Unë personalisht nuk e dua, e ha pa sheqer pluhur. Si të dëshironi ju. Ose nuk hidhni atë sheqer pluhur asnjë gjë, një xheze me sherbet. Atë që po ilustruam herë. Po, mos u ngarkoni tani stinën e verës, nuk do ta këshilloja sherbetin. Mendoj që mjaftueshëm është bërë një krem i përsosur. E hedh këtu. Që të më shkri sheqeri akoma dhe më mirë, i jap edhe një të përzierë kështu. Do e kalojmë prapë tek Nutribullet për ta tretur mirë. Me fuqi të jashtëzakonshme është Nutribullet që të ndihmon kaq shpejt në realizimin e një kremi, salce, ngrirje të ndryshme të frutave të perimeve për t'i kthyer sigurisht në smoothie, sepse gjithmonë ka nevojë për një pjesë të lëngshme. Nutribullet e gjeni tek Interesante Albania gjithmonë, ka dhe variante të tjera përveç këtij. Hedhim dhe kremin pana. Këtu. I përzejmë me telin e Katerinës dhe gjithçka është gati me të dalë nga furra, me një garushë të vogël ose lugë të madhe, e mbulojmë dhe siç e pat të gjithë përbërësit ishin në tavolinë, përfunduan në furrë dhe në tas. Pra, vendosja në furrë është kohë e shkurtër, sa të marrë pak ngjyrë. Po, sa të marrë çik ngjyrë. Po, e shkurtër, shkon ja 15-20 minuta. Kështu që shfrytëzojmë publicitetin. Po, patjetër. Në rregull, kështu e bëjmë. Mirë, kjo ishte receta e parë, përgatitja, një pjesë e mirë e përgatitjes së saj, sepse po themi ato hapat e fundit do t'i ndiqni kur të kthehemi në transmetim për recetën e dytë. Një recetë me patullxhan, e thjeshtë e shijshme siciliane. Po, është një recetë tradicionale italiane nga Sicilia që bëhet me kaponata me perime, që unë kam marrë masa paraprake, vetëm skuqa patullxhanët edhe specat. Një skuqe e thjeshtë, pa i lyrë me absolutisht asnjë gjë, sepse kështu e përban receta. Unë madje kur e bëj në shtëpi këtë recetë, i pjek. Shumë mirë. Por receta e ka të skuqur, mund të shtohet
tradicionalja nuk e ka deri ke patlıgjani, alternative dhe ke speci, por mund të shtohet edhe patate kur do të dalësh, për shembull është baza e recetës që i thua pastaj me perime. Në kubik edhe ato duhet jenë të skuqura. Po është një recetë shumë e shijshme. Unë e gatuaj shpesh që kur ditën që kam shijuar këtë recetë, po pse na vinë refugjatët tani për me i thanë që ç'a doni? Kemi dim dhe ne të gatuajmë si nanët tuaja nga jeni. Me shumë shije, edhe me përbërës të cilët i kemi fare të thjesht, të gjindshëm, ato që i ka shtëpia, ato që i merr tek marketi më i afërt, do t'i shohim të gjitha kur të kthehemi.